përparoni në besim për të përballur me armiq më të mëdhenj dhe më të fuqishëm se vetja. Gjigant të mëdhenj dhe të gjatë. Gjigant, dinak dhe mizor. Por le të mos ja mbathim nga beteja. Vraponi drejt fitores, sepse Perëndia ynë ecën përpara nesh si një zjarr që konsumon, që ne të mund të luftojmë me gigantin e frikës, të shkatrojmë gigantin e dekurajimit, të çlirohemi nga vetmia, të fitojmë mbi shqetësimin, të ruajmë veten nga faji, të zbusim gigantin e tundimit, të sulmojmë zemërimin, të çarmatosim dyshimin kur ndihemi të kapur dhe të gjejmë lirinë duke mposhtur dështimet. Perëndia ynë do t'i vrasë gjigantët të tokë dhe do t'i rrëzojë përpara nesh. Përmes fuqisë së tij, ne mund t'i dëbojmë dhe t'i shkatrojmë shpejt, siç na ka premtuar Zoti. Mos kini frikë. Perëndia ynë është me ne. Ai do të na fuqizojë. Ne mund t'i mundim gjigantët tanë. Ne mund ta fitojmë betejën. Ne mund të jetojmë si fitimtarë. Jack Canfield një ditë po kthej në shtëpi me makinë dhe qëndroi diku për të parë një ndeshje të kampionatit të vegjëlve. U ul në një stol pas linjës së bazës parë dhe pyeti një nga djemtë se sa ishte rezultati. Djali i tha po mbasim 14-0 me një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Vërtet, ja ktheu Canfieldi dhe pastaj shtoi, më duhet të them se nuk më dukesh shumë i dekurajuar. Ja ktheu djali, i dekurajuar? Pse duhet jemi të dekurajuar, nuk jemi ngritur akoma? Sipas fjalorit, fjala dekurajim do të thotë heqje e kurajës, frenimi, pengimi dhe shuarje e saj. Në fakt, fjala dekurajim na shfaqet vetëm një herë në Dhjetën e Re, por aty ekzistojnë edhe disa fjalë të tjera që në disa përkthime moderne janë përshtatur me fjalën dekurajim. Fjala që është përkthyer më shpesh me fjalën dekurajim është fjala ligështohem. Është vërtet e habitshme se sa herë na shfaqet kjo fjalë te letrat që Pali u ka dërguar miqve të tij. Për shembull, në letrën e tij të dytë të dërguar Korintasve, Pali thotë se është e mundur të ndihesh i dekurajuar në shërbes. Tek 2 Korintasve 4:1, prandaj duke pasur këtë shërbim për mëshirën që na është bërë, ne nuk na lëshon zemra. Ja një frazë që tregon dekurajimin, të lëshoj zemra apo të ligështohesh. Më vonë, në të njëjtin kapitull, ai na kujton se ne nuk duhet të dekurajohemi për shkatërimin e njeriut të jashtëm. Ai na flet për mundësinë që ne mund të dekurajohemi kur shohim trupat tanë që fillojnë të rrëzohen, sa për ju e din për çfarë bëhet fjalë. Shikojeni në pasqyrë në mëngjes dhe filloni të mendoni, "O mos, kështu duhet të dal jashtë në këtë botë" dhe ja se çfarë na thuhet në librin e 2 të Korintasve, prandaj, mos na lëshoj zemra, të mos dekurajohemi, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatrim, njeriu ynë i brendshëm për të rihet nga dita në ditë. Ky është një mendim i mirë apo jo? Kur keni tendencën për të dekurajuar për shkak të shkatrimit të njeriu të jashtëm, përqendrohuni në rritjen e njeriu të brendshëm. Në letrën e Efesianëve, Pali na kujton se ne mund të dekurajohemi nga shumë gjëra që u ndodhin njerëzve që i duam. Sa prej jush kanë një njeri shumë të afërt, i cili po kalon një periudhë të vështirë në jetë dhe vetë problemet me të cilat ai po përballet ju shkaktojnë dhe juve dekurajim. Pali e përmend këtë te Efesianëve 3 dhe ai thotë, për këtë arsye ju lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia që vuaj për ju, e cila është lavdia juaj, domethënë mos u dekurajoni ju nga ato të cilat jam dekurajuar unë. Po ju them një gjë me të cilën mund të identifikohemi të gjithë. Zoti Jezus e ka thënë këtë te Luka 18:1. Ai thotë, duhet të lutemi vazhdimisht, pa u lodhur, që të mos ligështohemi. Sa për ju e din se ndonjëherë kur po përpiqeni që të ecni në një marrëdhënie të ngushtë me Zotin dhe jeni vërtet përkushtuar në lutje, nëse nuk tregoni të kujdesshëm mund të ndodhin gjëra që ju dekurajojnë. Lutja është vërtet në qendër të luftës shpirtërore për shumicën prej nesh dhe është e lehtë që të dekurajohesh. Dhe Zoti Jezus na thotë që të mos dekurajohemi kur lutemi, sepse është e lehtë të dekurajohesh kur lutesh.
Prandaj sot teksa mësojmë për dekurajimin, unë do t'ju kujtoj sërish se ky nuk është një term që është i panjohur në Bibël. Është një fjalë që e gjejmë në shkrim. Ndonjëherë kur ndjeni të dekurajuar mund të mendoni po nuk jam shumë shpirtëror, po nuk e di për këtë, por e di që dekurajimi është një çështje që trajtohet në shkrim. Prandaj edhe një herë dua që të shkojmë te Dhjata e Vjetër, që të shohim një histori që na ilustron parimin e dekurajimit dhe si e trajtojmë atë. Kjo situatë e veçantë që do të shohim sot është në librin e Nehemias dhe në veçanti do të përqendrohemi te kapitulli 4. Më lejoni t'ju tregoj sfondin e historisë dhe t'ju përditësoj sa më shpejt që të mundem. Kjo ka qenë një periudhë shumë e veçantë në historinë hebraike. Gati 70 vjet më përpara, babilonasit e kishin pushtuar Jeruzalemin dhe jo vetëm që e kishin shkatruar qytetin, por kishin shkatruar dhe tempullin. Dhe robërit i kishin çuar në mërgim në Babiloni. Dhe këta robër për 70 vjet kishin qëndruar larg nga dheu i tyre. Gjatë fundit të periudhës së robërisë, persët kishin marrë kontrollin dhe Kiri i Persisë u dha leje hebrejve të mërguar që të ktheheshin në dheun e tyre për ta rithemeluar dhe për ta rindërtuar atë sërish. Së pari në sundimin e Zerubabelit ishin disa që u kthyen për të filluar ndërtimin e tempullit. Më vonë aty shkuan 2 burra të spikatur, emrat e cilëve i gjejmë në Dhjatën e Vjetër, të cilët u kthyen në Jeruzalem. Njëri prej tyre ishte një prith që quhej Ezra, kurse tjetri ishte një administrator që quhej Nehemia. Në fakt, në ditët e hershme të mbledhjes së shkrimeve të Dhjatës së Vjetër, Ezra dhe Nehemia ishin të dy në të njëjtin libër dhe vetëm më vonë ata u ndanë në 2 libra të ndryshëm. Ezra ishte një prith që u kthye për të ripërtërirë zemrën e popullit, kurse Nehemia u kthye për të rindërtuar muret e qytetit, në mënyrë që të jetonin në siguri me fqinjit e tyre. Teksa vim në kapitullin e 4 të Nehemias, ky drejtues administrativi nxiti trupat në Izrael dhe ata filluan një program intensiv rindërtimi për të rindërtuar muret përreth gjithë qytetit të Jeruzalemit. Në fakt, në atë çast ky program ishte në gjysmë të punës. Mund ta përfityroni që kur filluan të ndërtoheshin muret përreth Jeruzalemit, fqinjët e izraelitëve nuk ishin edhe aq të gëzuar. Ata më mirë preferonin që Jeruzalemi të ishte i shkatruar dhe me mure të rënuara. Ja ku po vinte ky komb që në mendje kishte një traditë të fortë për fuqinë e Perëndisë dhe po vinte në mesin e tyre për të rindërtuar muret përreth qytetit. Pra nga të 4 anët, ky projekt po përballej me kundërshti të shumta dhe me dekurajime. Ishte Sambalati dhe Tobia bashkë me amonitët dhe popujt e tyre që kishin vendosur që izraelitët mos i ndërtonin ato mure. Ata bën çdo gjë që mundën për t'i dhënë fund këtij projekti përmes dekurajimeve dhe dredhive dhe manipulimit. Por me anë të fuqisë së Perëndisë, ata po i drejtonte Nehemia dhe tani muret ishin gjysmë të ndërtuara. Dhe kur arrim në kapitullin e 4 të librit të Nehemias, i gjithë projekti ishte në gjysmë të rrugës dhe tani tashmë e dini se kur jeni në gjysmë të punës jeni në rrezik të madh. Ky është çasti kur përballeni me probleme më serioze. Dini se në gjysmë të punës jeni më të cënueshëm. Pak më pak se gjysma ose pak më shumë se gjysma është më mirë se gjysma e punës. Biblia na thotë se këto mure ishin gjysmë të ndërtuara dhe prandaj në këtë çast fillojnë të ndodhin disa gjëra, njerëzit fillojnë të dekurajohen dhe Nehemias i duhej që ta zgjidhte problemin e dekurajimit në kohën e tij. Në fakt, mua më duket interesante se parimet e dekurajimit që i shohim te Nehemia kapitulli 4 janë po të njëjtat parime me të cilat përballemi edhe ne në kohën e sotme. Unë i kam përjetuar vetë dhe jam i sigurt se derisa të mbaroj edhe ju do të thoni po. E kam provuar dhe unë, e kam bërë dhe unë. Gjëja e parë që vëmre sa po i hapim Biblia te kapitulli 4 të Nehemias është se shfaqet problemi me lodhjen. Në vargun 10 të kapitullit 4, që në fillim të vargut na thuhet kështu: por ata të Judës thoshin, forcat e mbartësve të peshave vijnë duke u paksuar. Ata kishin punuar me ditë të tëra për këtë. Në fakt, ndërtimi i mureve u mori atyre gjithsej 52 ditë dhe nëse ishin në gjysmë të punës, atëherë ata kishin punuar pa pushim për rreth 1 muaj. Në përpjekje për të rindërtuar muret e qytetit Jeruzalemit dhe njerëzit ishin të lodhur. Dikush ka thënë se lodhja na bën të gjithëve ne frikacak. Dhe unë e gjej veten te kjo. Sa herë keni zbuluar nga përvoja se sa më shumë të cënueshëm jemi për të dekurajuar kur ndihemi vërtet shumë të lodhur. Keni punuar
deri vonë, keni punuar edhe gjatë fundjavave, ose ka ndodhur gjëra të tjera në familjen tuaj, në lagjen tuaj, dhe ju e keni gjetur veten në trysni të madhe për një kohë të gjatë, kur krejt papritur keni zbuluar se në periudha të tilla ju jeni vërtet të cënueshëm nga sulmet e armikut. Pikërisht kjo po ndodhte në Jeruzalem. Për shkak të lodhjes, ata ishin të dekurajuar. Unë kam mësuar se ndërsa plakem, nuk mund ta shtyj dot më veten aq shumë sa bëja më përpara. A më dëshmon njëri për këtë? Amen. Dhe sa herë që e provoj këtë, e kuptoj që nuk kam më të njëjtën fuqi. Ne duhet të mësojmë të gjejmë ritmin e dur. Nuk jam njeriu i dur unë për t'i dhënë dikujt mësime për këtë, sepse jam një njeri tipik i tipit A. Kështu kam qenë gjithmonë dhe me shumë mundësi nuk do të ndryshoj, por kam mësuar se nuk jam shumë i frytshëm nëse vazhdoj për shumë gjatë dhe me gjithë forcën, pa marrë 2 ose 3 ditë për të pushuar. Përpiqem që ta përfshij këtë në programin tim në mënyrë që të mos bëhem subjekt i dekurajimit që shfaqet në kohë lodhjeje. Nëse vazhdoni të lexoni historinë, do të zbuloni arsyen e dytë të dekurajimit të tyre, që është irritimi. Aty po ndodhte diçka që po shkaktonte një irritim të madh mes popullit perëndis. Ata po punonin me zell të madh, por ishin duke luftuar një luftë që nuk ishte dhe aq emocionuese çdo ditë. Ata punonin fort, pastaj ktheheshin ditën tjetër dhe u dukej sikur puna e tyre nuk po dukej as pak. Atyre u dukej sikur thjesht po pastronin mbeturinat. Çdo herë që ata përpiqeshin të ndërtonin, u dilte para një punë masive për pastrimin e mbeturinave. Dhe ata irritoheshin. Në ditët e sotme flitet shpesh për qenit i raskapitur, nuk e di nëse i lexoni gazetat apo dëgjoni lajmet. Ka patur njerëz që më kanë pyetur për raskapitjen. Dikush ka thënë se ka 3 mënyra për të jetuar. Mund të punosh për të jetuar, mund të stërlodhesh ose mund të raskapitesh. Unë shpresoj që të punoj për të jetuar, sepse jam i sigurt që është mënyra më e mirë. Raskapitja shpeshherë keq kuptohet. Ndonjëherë dëgjoj njerëz që flasin për raskapitjen dhe më vjen të buzëqesh. Të raskapitesh nuk do të thotë të punosh shumë. Unë njoh njerëz që punojnë shumë dhe janë energjik, por kur nuk ndihen të raskapitur, sepse gjithmonë kanë një fokus në jetën e tyre. Ata ecin përpara dhe qëllimet e tyre janë të arritshme. Por të raskapitesh do të thotë të punosh shumë për diçka që nuk mund ta bësh dot. Diçka që mbase nuk është e realizueshme, është njësoj si të ngjitesh një peshë vetëm në majt kodrës dhe pastaj të kuptosh që kur ke arritur në maj fillon të biesh sërish poshtë dhe duhet që t'ja nisësh sërish nga e para. Raskapitja është diçka shumë e vështirë dhe populli në kohën e Nehemias po vuante nga raskapitja për shkak të heqjes së mbeturinave. Duhet ta bënin gjithmonë këtë dhe nuk arrinin të shihnin diçka, nuk arrinin të shihnin të realizojnë ndonjë gjë të përfunduar nga projekti. Prandaj shpeshherë dekurajimi shkaktohet nga irritimi me cilin përballemi në jetë. Pastaj nëse vazhdoni të lexoni sërish në këtë varg, do të zbuloni se ata ishin gjithashtu të bindur se do të dështonin. Shpeshherë dekurajimi vjen si rezultat i dështimit. Të gjithë ne në jetën tonë, nëse jetojmë mjaftueshëm, kemi për të përjetuar dështime. Dështimi është pjesë e qenie njerëzore, të gjithë dështojmë. Por çfarë bëjmë me dështimin për ndryshimin dhe nëse nuk tregojmë të kujdesshëm gjatë kohërave kur gjërat nuk po shkojnë siç dëshirojmë ne, armiku vjen fjedhurazi me aluzionet e tij të vogla dhe përpara se ta kuptojmë, ne fillojmë t'i besojmë gënjeshtrës së tij. Ndonjëherë për shkak të lodhjes, ndonjëherë për shkak të irritimit, ndonjëherë për shkak të dështimit dhe të një faktori të fundit, mbase më i fuqishmi nga të gjithë, dhe kjo është frika. Në vargun 11 të Nehemias, kapitulli 4, na thuhet se teksa ata po përpiqeshin ta ndërtonin këtë projekt, vinin armiq dhe u thoshin, ata nuk do të dinë dhe nuk do të shohin asgjë derisa ne do të sulemi në mes të tyre dhe do t'i vrasim, kështu do të bëjmë të ndërpriten punimet. Në vargun pasardhës na thuhet, erdhën 10 herë rresht për të na thënë. Pra kuptojnë atë që po ndodhte, një luftë e vogël guerile që po ndodhte në ato pirgje me mbeturina rreth mureve. Armiqt nga veriu, nga jugu, nga lindja dhe nga perëndimi po depërtonin në mes të ndërtuesve dhe po thoshin vetëm prisni pak. Kur ju të mos jeni të vëmendshëm, kur të mos jeni vigjilent, kur ju të mos e kuptoni që po vim, ne do të futemi mes jush dhe do t'ju vrasim. Dhe do t'ju zhdukim një nga një derisa të mos kenë mbetur më ndërtues dhe pastaj nuk do të kemi më pse të shqetësohemi për këtë qytetëri në mesin ton. E po këto janë 4 arsyet sepse njerëzit dekurajohen dhe nëse jeni të dekurajuar kohët e fundit, nëse shikoni poshtë dekurajimit, keni për të zbuluar se po veprojnë një ose 2 nga këta faktorë. Çfarë duhet bëjmë për këtë? Si mund të përballemi me dekurajimin? Po e përsëriste fjala e Perëndis ka një mënyrë të mrekullueshme për të na ndihmuar ta zgjidhim këtë dhe dua që të theksoj prioritetet që na jepen këtu në shkrimet e dhjatës së vjetër. Gjëja e parë që duhet të bëni, që zakonisht është gjëja e fundit që ne bëjmë, gjëja e parë për të bërë është që t'i thrasim Perëndis.
Sa prej jush e dinë se në shumicën e rasteve nëse nuk tregojmë të kujdesshëm presim që ta bëjmë këtë të fundit. Ne kemi një shprehje që thotë po tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se të lutemi për këtë. Por pse nuk e keni nisur me këtë? Vini re se çfarë ndodh teksa sulmet fillojnë të intensifikohen mbi forcat punëtore të Nehemias. Në vargun 4 dhe sërish në vargun 9 na thuhet kështu, që Nehemia u lut me zë të lartë dhe tha dëgjoj Perëndia ynë sepse na përçmojnë. Bëj që të bjerë mbi kokën e tyre fyrja e tyre dhe braktisi në përbuzje në një vend robërie, dhe në vargun 9 na thuhet, por ne ju lutëm Perëndis ton. Duhet ju tregoj diçka, vendi i parë ku duhet shihni kur jeni të dekurajuar është lart. Pasi ti thrisni Perëndis, gjëja e dytë që duhet të bëni është të vazhdoni punën që Perëndia ju ka dhënë që të bëni. Çfarë priremi të bëjmë ne kur ndihemi të dekurajuar? Çfarë bëjmë? Çfarë duam të bëjmë kur ndihemi të dekurajuar? Kur jemi në mes të një projekti apo diçka po ndodh në jetën tuaj dhe ndiheni të dekurajuar, çfarë bëjmë ne? Të dorëzohemi, të heqim dorë. O Zotun, po e lë këtu. Do të shkoj në atë vendin tim të sigurisë dhe do të dalë që aty pas disa vitesh. E dini, kështu mendojnë disa njerëz. Dhe ndalojmë së bëri atë që na ofron mundësinë më të mirë për të na ndihmuar gjatë këtij procesi. Satani e di që nëse na e rrëzon moralin dhe na neutralizon përmes dekurajimit, ai mund të ndalojë punën që Perëndia po bën përmes nesh. Dhe ajo që më duket interesante është se kur Nehemia ishte i dekurajuar, kur dëgjonte fjalë dekurajuese, shkrimi na thotë se ai vazhdonte të bënte atë që ishte duke bërë më parë. Po atij i duhej të përballej me problemin, por nuk ndaloi së ndërtuari murin. Në vargun 6 na thuhet, ne pra i rindërtua muret, që u bashkuan deri në gjysmën e lartësisë së tyre. Populli e kishte marrë me zemër punën. Ndërsa vazhdoi të plakem, po mësoi, gjithnjë më shumë se jeta na shkakton diçka të çuditshme. Është diçka e tillë. Në kohët kur duam më pak të bëjmë diçka, janë kohët kur duhet ta bëjmë më shumë atë gjë. Si puna e stërvitjes, apo jo? Nëse i lejojmë ndjenjat që të na komandojnë, shumë shpejt do të venitemi. Por ne mund të ecim përpara pavarësisht ndjenjave tona dhe mund të punojmë pavarësisht atyre. Kur ndihemi të ngarkuar, duhet vazhdojmë të ndërtojmë dhe kur ndihemi për të larguar, duhet vazhdojmë që të punojmë. Dhe Perëndia mund na ndihmojë teksa punojmë edhe të dekurajuar. Vini re edhe të tretën. Ai u përqendrua te panorama e madhe. E dini ajo që po ndodhte, ishte se në kohën e Nehemias ata njerëz po punonin në pjesë të vogla të murit. Dhe kishte hapësira në mes tyre, deri në atë pikë se ata nuk arrinin dot të komunikonin shumë me njëri tjetrin. Ajo që arrinin të shihnin ishte vetëm ai pirg i vogël me mbeturina ku po punonin. Shihnin vetëm atë cop muri që po ndërtonin dhe e kishin të vështirë të kishin një këndvështrim të gjerë. Kur shihnin vetëm atë që ndodh në jetën tuaj, hidhni syt përreth dhe mendonin se e gjithë bota është vetëm ajo me cilën përballeni ju. Por ai sa ata dinin, në anën tjetër të murit nuk po ndodhte asnjë gjë. Nuk kishte përparim nga ana tjetër, ata e kishin humbur panoramën e madhe. Dhe Nehemia bëri diçka shumë të rëndësishme. Në vargjet 13 dhe 14 ne lexojmë unë vendosa njerëz të armatosur në vendet më të ulta prapa mureve. E vendosa popullin sipas familjeve me shpatat e tyre, shtizat e tyre dhe arqet e tyre. Mbasi e shqyrtova situatën, u ngrita dhe u thash Paris gjyqtarëve dhe pjesës tjetër të popullit: kujtoni Zotin e Madh dhe të tmerrshëm dhe luftoni për bijat tuaja, për bashkëshortet tuaja dhe për shtëpitë tuaja. Sa prej jush e dinë se gjithë secili prej nesh e përjeton frikën dhe dekurajimin njëri pas tjetrit. Dhe mund t'i përfytyroj hebrejnë të shpërndar rreth e për qark murit. Ata nuk mund ta shihnin dot atë që po bëhej dhe kishin nevojë që dikush t'i mblidhte bashkë që të mund të shihnin panoramën e madhe dhe të mos u mbisnin në këndvështrimin e tyre të ngushtë, të asaj pjesë të murit ku po punonin. Pra, Nehemia i organizoi njerëzit dhe u dha atyre ndjesinë e komunitetit dhe i mësoi që të mbështeteshin tek njëri tjetri dhe ata e dinin që nuk ishin vetëm. Shumë shpejt dekurajimi vjen kur ne nuk i shohim qëllimet e Perëndis dhe nuk shohim panoramën e madhe. Thelbi është që të shohim panoramën e madhe. Ndaj dua t'ju kujtoj se në mes të dekurajimit keni nevojë që të mësoni se si të pretendoni për vete premtimet inkurajuese të Perëndis. Shkoni te fjala e Perëndis. Ajo që priremi të bëjmë kur ndjehemi të dekurajuar është të themi e di sot nuk më vjen ta lexoj Biblën, jam i dekurajuar. Dhe unë u them njerëzve se duhet të mësojnë parimin e ushqyerjes me forcë. Shkoni, merrni librin dhe hapeni, nguleni këmbën në tokë. Uleni trupin në një karrige, vendoseni librin mbi tryez dhe filloni të lexoni me zë të lartë. Ndonjëherë, gjatë fillimit të një periudhe marrëdhënie me Perëndin, shkoj përpara Zotit dhe nuk e di nëse kemi bërë ndonjëherë këtë, por them, Zot Perëndi, sot kam nevojë për diçka nga ty. Unë po kaloj një çast vërtet të vështirë.
Perëndi nuk dua që thjesht i lexoj këto fjalë, dua që ti të më flasësh përmes fjalës tënde dhe po të kërkoj që të më takosh përmes fjalës tënde, Zot. Ndonjëherë kam thënë edhe nuk do të ndaloj së lexuari derisa ti të më flasësh. Perëndia do të vijë dhe do t'ju flas. Ai do t'ju ndihmojë përmes fjalës së tij të çmuar që të kaloni pengesat e dekurajimit në jetë. Ky është një libër inkurajues, miqtë mi. Ky është një libër që do të furnizojë zjarrin e ri për të rritjes dhe kthimit tuaj në rrugën kryesore. Kemi vargje si Psalmi 46:1-3. Më pëlqen shumë ky pasazh. Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi, prandaj ne nuk do të kemi frikë dhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit, dhe ujërat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë dhe malet të dridhen në fryrjen e tij. Në fakt në Dhjatën e Re kemi 2 pasazhe ku përdoret fjala dekurajim dhe na kujton se është e mundur që të ndihemi të dekurajuar dhe kur bëjmë gjëra të mira. A i keni lexuar ndonjëherë këto 2 fjalë nga 2 Thesalonikasve 3:13 na thot: "Dhe sa për ju o vëllezër, mos u lodhni së bëri të mirën." Dhe shpreha mos u lodhni nën kupton mos u dekurajoni. E dini që mund të dekurajoni duke bërë të mirën? Miqtë mi, mund të filloni të telefononi njerëzve që ndodhen në spital. Mund të mësoni në shkollën e së dielës, të bëni gjithçka me gjithë zemër dhe përsëri të ndjeni të dekurajuar. E dinit këtë? Por fjala e Perëndis na thot mos u dekurajoni së bëri të mirën. Edhe libri i Galatasve na thot të njëjtën gjë. Le të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Lejoni fjalën e Perëndis t'i flas zemrës suaj. Pretendojeni për vete premtimet e fjalës Perëndis, kështu do ta kaloni dekurajimin. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, mbani barrën e dikujt tjetër. Nëse i lexoni vargjet 16 deri në 23 të kapitullit 4 të Nehemias, aty do të gjeni diçka interesante. Do të gjeni herë pas here njerëz të cilët ndihmojnë njëri tjetrin. Disa njerëz transportojnë, disa njerëz të tjerë ruajnë, disa të tjerë ndërtojnë dhe të gjithë mbajnë nga një shpatë. Disa në fund të pasazhit na thuhet se qëndrojnë zgjuar gjithë natën, madje nuk shkojnë as në shtëpitë e tyre, qëndrojnë aty. Na thuhet që ata nuk i hiqnin rrobat vetëm për t'i larë. Çfarë po bënin ata? Ata po mbronin njëri tjetrin, po ndihmonin njëri tjetrin dhe po bëheshin bashkë si komunitet për të realizuar atë projekt. Ata po mbanin barret e njëri tjetrit. Sa prej jush e dinë se kur dekurajohemi, fillojmë të mbyllemi në vetvete. Fillojmë të ndjejmë keqardhje për veten dhe mendojmë se gjithë bota është kundër nesh dhe rrëzohemi dhe i harrojmë të gjitha gjërat e tjera që kemi diçka për t'ju ofruar njerëzve. Unë kam zbuluar, po nuk është se kam menduar thellë, por kur kam qenë i dekurajuar dhe kisha në program që të merrja dikën telefon që kishte qenë smur, apo do të shkoja për vizitë dikujt në spital që kishte kaluar një periudhë të vështirë, por jam ndier i dekurajuar dhe kam thënë Zot, nuk kam se çfarë t'u jap këtyre njerëzve. Si do të mund të, por kur fillova të mbaja barrën e dikujt tjetër, e ndjeva që barra ime u lehtësua. Ju ka ndodhur ndonjëherë? E dini, Perëndia nuk ka për qëllim që ne të mbajmë të gjithë barrën tonë, ai ka për qëllim që ne të mbajmë barrën e njëri tjetrit dhe që të inkurajojmë njëri tjetrin kur ndiheni të dekurajuar. Ja se cila është këshilla ime më e mirë, gjeni dikë që ka nevojë për inkurajimin tuaj dhe shkoni ta inkurajoni. Nëse doni të inkurajoni, shkoni mbillni diçka dhe do t'ju kthehet mbrapsht. Dhe ndërsa inkurajoni dhe mbani barrën e dikujt tjetër, do ta ndjeni barrën tuaj teksa fillon të largohet nga ju. Dekurajimi është një sfidë e vërtetë. Dhe në kohën dhe epokën tonë, teksa përballemi me sfidat e kulturës sonë shumë të ndërlikuar, ne duhet kuptojmë nga fjala e Perëndis si të përballemi me dekurajimin kur na shfaqet. Armiku e ka të lehtë që ta përdor dekurajimin për të futur një këmbë në jetën tonë, të hap një derë dhe të fusë çdo lloj gjëje kur ndihemi të dekurajuar. John Trenti ka qenë partneri Gary Smollett për seminaret mbi martesën për gjatë viteve. John Trenti tregon një histori për një grua që kishte shkuar tek ai, pasi kishte dhënë mësim në një konferencë ku kishte folur për rëndësinë për të afirmuar dhe për të inkurajuar njëri tjetrin. Dhe ajo i kishte treguar Johnit për diçka që i kishte bërë biri me mbesën e tij, që ilustronte atë për cilin ai kishte folur gjatë asaj gjysmore në konferencë. Ajo i tha, djali im ka 2 vajza, njëra 5 vjeçe, kurse dyta në moshën e çmendur 2 vjeçare. Dhe kur një gjyshe thot se ky fëmijë ishte vërtet në moshën e çmendur 2 vjeçare, besoni sepse është shumë e vërtetë. Ajo thot për shumë vite i mbir kishte dalë me vajzën e tij të madhe, por vetëm kohët e fundit filloi të nxirrte vajzën 2 vjeçare. Gjatë takimit të parë me vajzën e vogël, ai e çoi për të ngrënë mëngjes në një restorant fast foodi.
Sapo u kishin ardhur petullat dhe babai vendosi se ishte kohë e dur që t'i thoshte vajzës së tij se sa shumë e donte dhe se sa shumë e vlerësonte atë. Dhe u mbështet në tavolinë dhe i tha Jenny, dua që të dish se sa shumë të dua. Sa e veçantë je ti për mua dhe për nënën tënde. Ne jemi lutur për vite për ty dhe tani që je këtu e po rritesh që të bëhesh një vajzë mrekullueshme, nuk mund të jemi më shumë krenar për ty. Sapo i tha të gjitha këto, ai ndaloi sfoluri dhe u zgjat merrte pirunin që të fillonte të hante. Por nuk arriti ta fuste pirunin në gojë. Vajza e tij zgjati dorën e saj të vogël drejt tij, preku dorën e tatit dhe pasi hodhi vështrimin drejt saj, ajo me zë të butë dhe për ulës i thot: "Më gjatë, babi, më gjatë." Ai e uli pirunin dhe ai vazhdoi t'i tregonte më shumë arsye sepse ai e donte atë dhe e vlerësonte, dhe pastaj u zgjat merrte pirunin dhe për herë të dytë, të tretë dhe të katërt ai dëgjoi sërish fjalët: "Më gjatë, babi, më gjatë." Ai baba nuk hëngri shumë atë ditë, por vajza e tij mori gjithë ushqimin emocional që i nevojitej. Në fakt, disa ditë më vonë ajo shkoi tek nëna e saj vetvetiu dhe i thot: "Mami, unë jam vërtet një vajzë e veçantë." "Kështu më tha babi." Sa prej jush e din se kur ndihemi të dekurajuar, kemi më shumë nevojë për fjala afirmuese se sa për të ngrënë. Dhe e dini si mund ta marrim ne këtë? Përmes njëri tjetrit. Nga njëri tjetri. A e dini se gjithë secili prej nesh ka nevojë për gjithë secilin prej nesh? Ju mund të bëni diçka që mund të më ndihmoj mua dhe unë mund të bëj diçka që mund t'ju ndihmoj juve. Dhe ndërsa zgjatemi drejt njëri tjetrit dhe mbajmë barrën e njëri tjetrit, ne largojmë këtë barë dekurajimi në mënyrë që të mund të vazhdojmë jetën me gëzim. Unë kur nuk kam dëgjuar dikë të thotë: "Jam inkurajuar më shumë se ç'duhet." Por ka shumë njerëz që jetojnë jetën me mungesën e inkurajimit, ndërkohë që ne mund të jemi përgjigje. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.